Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thoni lamtumir diabetit pa ndonjë ilaç, ja receta. Kur dikush vuan nga diabeti organizmi i tij, ose nuk prodhon mjaftueshëm insulin, ose nuk mund ta përdor atë siç duhet. Ky problem shkakton edhe akumulimin e tepërt të glukozës në gjak. Kjo gjë gjithashtu pasohet edhe me një sër problemesh të tjera për shëndetin. Prandaj, duhet të menaxhoni më mirë ushqimet tuaja ditore dhe gjithashtu të siguroheni që të kryeni edhe konsultat e duhura tek mjeku përkatës, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni mjaft të lehtë edhe menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Sipas të dhënave, një nga mënyrat për të mbajtur kontrollin e duhur të niveleve të sheqerit është ushqyerja e shëndetshme. Ushqimet dhe pijet të cilat përthithen ngadalë janë më të mirat sepse nuk shkaktojnë luhatje të forta të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas WebMed, do të rendisim disa mënyra alternative mjaft të mira të cilat do ju ndihmojnë në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak, çka do t'i japin rezultate përkatëse shumë më të mira ushqyese edhe për kontrollin më të mirë të gjendjes suaj. Për të përmirësuar nivelet të sheqerit në gjak, do ju paraqisim një recetë e cila sipas ekspertëve do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit edhe parandalimin e luhatjeve të sheqerit. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë: një presh i holl i vjetër, i freskët dhe me rrënjë, 1.5 deri në 2 litra ujë të gazuar ose edhe ujë mineral mund ta përdorni sipas dëshirës që mund të keni. Procedura e përgatitjes së kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Një fletë presh merret dhe tundet nga toka, rrënja duhet të mbahet e freskët dhe pa dëmtuar. Lani me një kokë të gjatë në ujë të rrjedhshëm dhe të ftohtë derisa të largohen të gjitha papastërtitë dhe gjithashtu e përdorni atë më pas në përgatitjen e kësaj recete. Gjithashtu lani mirë gjethet dhe çdo kalim ku mund të mbahet papastërtitë. Vetëm majat gjithashtu mund të mbahen edhe të pastra. Nëse preshi është shumë i gjatë, priteni në 2 anë ose 3 pjesë dhe vendosni në shishen 2 litroshe. Shishja gjithashtu duhet lahet plotësisht paraprakisht para se të përdoret në këtë recetë. Pastaj shishja mbushet me ujë të gazuar dhe mbyllet me kapak. Tundeni shishen dhe lini të ftohet për 24 orë. Ndërkohë, shishja duhet të tundet 5 deri në 6 herë në mënyrë që uji të fermentohet. Do të ishte më mirë ta përgatisni këtë në mëngjes në mënyrë që të filloni të pini mëngjesin tjetër. Nuk ka doza të caktuara, ju mund ta pini ashtu edhe për të përmirësuar gjendjen tuaj. Kjo dozë është vetëm e mjaftueshme për 24 orë. Një dozë e re e përgatitur në këtë mënyrë ditën tjetër do të ofrojë edhe më mirë shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që nëse merrni medikamente të caktuara përpara konsumit, duhet të tregoheni të kujdesshëm dhe të konsultoheni me mjekun. Diabeti tipi 2 mund të jetë shkatrues në varësi të mënyrës se si trupi dhe organizmi juaj mund të veprojë edhe me ndryshimet e mëdha që mund të pësojë. Prandaj, nëse vuani nga diabeti, tregohuni të kujdesshëm me shenjat që trupi juaj është duke shfaqur dhe mbi të gjitha, edhe me mënyrën se si trupi juaj reagon ndaj çdo ndryshimi të mundshëm. Për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të mbajtur nën kontroll këto komplikacione, duhet të jeni të vëmendshëm edhe me pijet të cilat ju i konsumoni çdo ditë. Sipas ekspertëve, pijet më të mira për diabetikët sigurisht përfshihet edhe uji, pasi nuk përmban aditiv dhe gjithashtu edhe ushqyes të ndryshëm të cilët do të shkaktojnë edhe luhatje të sheqerit në gjak. Zvendësimi i pijeve të tjera me ujë vazhdimisht në dietën tuaj do të jetë një mundësi e përkryer për të përmirësuar kështu imunitetin dhe të mos ndikoni gjithashtu edhe në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Sipas Diabet UK, uji është një nga alternativat më të mira dhe më të zgjuara që mund të bëni në dietën tuaj. Nëse thjesht zgjidhni të injoroni nivelet e larta të sheqerit në gjak, kërcënimi kryesor që vjen nga diabeti tipi 2, atëherë është një telash i madh dhe i vërtet për shëndetin. Megjithatë, ndërsa merrni hapa për të kontrolluar atë, diabeti tipi 2 vërtet mund të ndikojë në jetën tuaj, por nuk mund të shkatërrojë atë. Me këtë në mendje, një pije që ja kalon të gjitha të tjerave, sigurisht është përfshirja e ujit vazhdimisht dhe në nivele të duhura në dietën tuaj. Sipas Diabet UK, uji është pija më e mirë e gjithanshme që mund të shtohet në dietën tuaj për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Diabetuk.com pajtohet:
Mëngjesi mund të jetë mënyra më e mirë për të marrë edhe elementët ushqyes më të rëndësishëm të dietës suaj. Meqense uji nuk përmban karbohidrate ose kalori, ai është një nga pijet më të mira dhe më perfekte për njerëzit me diabet. Studimet kanë treguar gjithashtu se pirja e ujit mund të ndihmojë në kontrollin e niveleve të glukozës në gjak, duke dhënë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e luhatjeve të tij. Gjetjet në një studim u botuar në revistën Diabetes Care dhe sugjerojnë se marrja e ujit mund të parandalojë ose vonojë fillimin e hiperglicemisë dhe diabetit pasues. Pjesëmarrësit të cilët konsumonin më shumë se 1 litër ujë në ditë kishin 28% më të ulët zhvillimin e hiperglicemisë së lartë krahasuar me ato që pinin më pak se 500 ml ujë në ditë. Studiuesit theksuan gjithashtu se hormoni vazopresin, i cili rritet kështu, mund të ndodhë edhe me një zvogëlim më të mirë të luhatjeve të sheqerit. Ndaj, zvendësoni pijet e tjera dhe shtoni në menun tuaj edhe pijet më të mira ushqyese siç është edhe uji. Rezultatet e ulëntimeve janë të ndryshme, por shkencëtarët kanë treguar se ndryshimi i dietës suaj mund të jetë vendimtar edhe në ndihmën kundër problemeve dhe luhatjeve të sheqerit në gjak. Në këtë video do ju tregojmë gjithçka që duhet të dini për sigurinë e kanellës dhe përmirësimin e saj në gjendjen tuaj. Sipas ulëntimeve, kanella është një nga mundësitë më të mira për personat të cilët vuajnë nga sheqeri i lartë në gjak. Ajo do t'i japë rezultate fantastike për shëndetin tuaj dhe gjithashtu edhe në kontrollin më të mirë të hiperglicemisë. Kanella është një nga erëzat më të shkëlqyera për shëndetin e njeriu dhe veçanërisht për diabetikët. Ajo ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit dhe përmirëson ndjeshmërinë ndaj insulinës, citon dhe Elsaj. Kanella bëhet një erëzë domosdoshme për njerëzit e prekur me diabetin e tipit 2. Kjo sëmundje komprometon mënyrën se si organizmi kundërpërgjigjeve hormoneve të insulinës. Përpasoj metabolizimi i karbohidrateve bëhet anormal ndërkohë që rritet niveli i glukozës. Sipas ekspertëve të cilëve u referohemi sipas Elsajt, kanella në dietën tuaj e shtuar në ushqime mund të jetë një stabilizues më i mirë i çështjeve tuaja të diabetit. Por përveç kanellës në dietën tuaj mund të shtoni edhe peshqit. Peshqit nuk kanë nivele glicemie dhe janë të shëndetshme për diabetikët. Merluci i rritur në ujëra të ftohta është veçanërisht i rekomanduar për diabetikët dhe për personat e rrezikuar prej tij. Ndryshimi i dietës suaj duhet të fillojë edhe me shtimin e hudhrës në menu. Hudhra mund të ulë nivelin e sheqerit nëpërmjet përmirësimit të niveleve të insulinës dhe sekretimin e saj. Hudhra rekomandohet të hahet e freskët dhe ushqyesit e saj do të jenë vërtet të domosdoshëm. Edhe shumica e arrorëve janë të këshillueshëm të konsumohen nga personat që vuajnë nga diabeti. Arrorët janë të pasur me fibër dhe kanë nivele të ulta glicemie prenën 55. Ato gjithashtu përmbajnë proteina me bazë bimore, acide yndyrore, monotopangopër, antioksidantë, vitamina, minerale si magnezi dhe kaliumi. Arrorët duhet të konsumohen pa e tepruar dhe në varietatin e papërpunuar të tyre. Edhe tërshëra është një mundësi e shkëlqyer për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Sipas të dhënave, tërshëra ka nivele të ulta glicemie dhe ka pak gjasa të shkaktojë luhatje të niveleve të sheqerit. Tërshëra përmban edhe beta-glukane, substanca që përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës, ndihmon në mbajtjen nën kontroll të glicemisë dhe ulin nivelin e yndyrnave në trup. Kosi është i vetmi produkt i pulmetit i cili ul rrezikun e shfaqjes së luhatjeve të sheqerit. Kosi i bërë në shtëpi ka nivele të ulta glicemie dhe mbi të gjitha është shumë i shëndetshëm. Në dietën tuaj mund të shtoni edhe patate në ëmbël. Patatet e zakonshme kanë nivele të larta të glicemisë, ndërsa patatet e ëmbla kanë nivele të ulta dhe për më tepër janë të pasur me ushqyes. Përfshirja e këtyre produkteve në dietën tuaj sigurisht që do t'japë rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit kundër luhatjeve të sheqerit të diabetit të tipit 2. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.